Procesi numërimit të gjitha votave përfundoi më 5 mars, rreth një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare në vend më nënshkurt. Sipas rezultateve përfundimtare që përfshin edhe votat në vendvotimet në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Megjithatë, pas përfundimit të procesit të numërimit të votave, filluan pakënaqësi të shumta nga ana e partive politike, kryesisht nga Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja. Së pari, Vetëvendosja pretendoi në ankesën e saj ditë më parë se ka pasur manipulim të procesit të votave përmes postës. Në aneksin e saj, Vetëvendosja kishte pretenduar se ky organizim i tillë i votimit, unik dhe mirë i organizuar në formë manipuluese, nuk ka mundur të ndodhte pa një organizim, koordinim dhe bashkëveprim me deputetët e LDK-s. Kurse Liga Demokratike e Kosovës kishte pakënaqësi të brendshme, kur deputetë të saj u ankuan për manipulim të votave të kandidatëve të rezultateve, Arben Gashi, Hykmet Bajrami e Rezar Takrasniqi ishin disa nga deputetët që kërkuan ripërsëritje. Gjithë këto dyshime për manipulime jo vetëm ndërmjet partive, por edhe brenda vetë partive politike, po vënë pikpyetje procesin zgjedhor. Kjo po nxit paqartësi të shumta. E në lidhje me këtë dhe këto akuza për manipulime ka folur avokati Arbër Jashari për Bota Sot. Ai ka thënë se është shumë e rëndësishme që të certifikohen sa më shpejt këto zgjedhje. Po ashtu shpreh se prokuroria duhet të vazhdojë me hetimet e saj. Unë i shoh si dy procese të ndara. Është në interes nacional që zgjedhjet të certifikohen sa më shpejt, natyrisht, pasi që të jetë shtërruar mundësia për të ushtruar ankesë në PZAP nga ana e subjekteve ose individëve të pakënaqur. Ndërkohë, prokuroria mund të vazhdojë punën në hetimin e gjitha rasteve ku mund të ketë dyshime për konsumimin e ndonjë vepre penale, edhe pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, deklaron Arbër Jashari. Halilaj, shumë shqetësuese se si KQZ-ja tani e një muaj nuk arriti të bëjë numërimin dhe të dalë me një rezultat përfundimtar. Kurse avokati tjetër, Gazment Halilaj, tha se pak rregullsi në proceset zgjedhore ka pasur ndër vite, mirë po tha se praktikat për manipulime duhet ndalur dhe të hetohet nga gjykata, të vërtetohet kush përfitoi e kush u dëmtua. Parregullsitë dhe dyshimet e bazuara për keqpërdorim për kitazi me numrin e votave, Kosovën e kanë shoqëruar ndër vite, pa përjashtuar edhe zgjedhjet e fundit. Kjo praktik me element të fushës penale duhet hetuar, gjykuar dhe goditur me një gruzë të fortë në aspektin ligjor, sepse jo vetëm që godet vullnetin qytetar, përkitazi të drejtën për të zgjidhur dhe për të zgjedhur, por cënon rënd edhe besueshmërinë e procesit zgjedhor, nga se nuk dihet realisht se kush përfitoi dhe kush u dëmtua, qoftë edhe nëse kemi të bëjmë me një vetëm një votë të dyshimt. Gjithashtu avokati e cilësoi si shqetësuese faktin se si KQZ-ja ende nuk e ka certifikuar rezultatin, ku në këtë pikë duhet të trajtohet çdo pretendim i manipulimit të mundshëm. Edhe pse shumë shqetësuese se si KQZ-ja tani e një muaj nuk arriti të bëjë numërimin dhe të dalë me rezultat përfundimtar, por pavarësisht kësaj unë mendoj që nëse KQZ i duhet ende kohë, nuk ka diçka të keqe përveç një shqetësimi që u cek më lart, sepse shumë më rëndësishme është që rezultati përfundimtar të jetë sa më real, duke hequr çdo dilemë lidhur me këtë çështje. Ndërsa sa i përket hetimit, kjo duhet të ndodhë pashmangshëm për trajtimin e çdo pretendimi të manipulimit të mundshëm nga kushdo qoftë, përmbylli Gazment Halilaj për Bota Sot.